Bashkive u hiqet një tjetër kompetencë apo strukturë e rëndësishme, policia bashkiake, përmirësimi i shërbimeve për qytetarët dhe rritja e sigurisë publike janë në fokus të projekt ligjit të ri për policinë bashkiake, i cili synon forcimin e rolit të strukturave vendore dhe rritjen e efikasitetit të tyre në funksion të komunitetit. Nisma e cila ka kaluar fazën e konsultimit publik pritet të diskutohet në Këshillin Konsultativ me pushtetin vendor përpara se të marrë edhe formën përfundimtare ligjore. Projekt ligji parashikon një organizim të ri të policisë bashkiake në 2 nivele, qendror dhe vendor. Ky riorganizim synon vendosin e standardeve të njëjta profesionale dhe funksionale në të gjitha bashkitë e vendit, duke garantuar cilësi të barabartë shërbimi për qytetarët. Sipas projekt ligjit, niveli qendror do të ketë rolin koordinues dhe mbështetës, duke përcaktuar standardet kombëtare, duke siguruar bashkëpunimin ndërinstitucional dhe duke ndihmuar drejtoritë vendore në ushtrimin e detyrave të tyre. Ky nivel nuk cënon autonominë e bashkive, por synon rritjen e efikasitetit të strukturave vendore, thuhet në reagimin e Ministrisë së Brendshme. Nga ana tjetër, niveli vendor do të vijojë të ketë autoritet të plot në terren, me kompetenca të zgjeruara për të garantuar shërbime më të shpejta, më cilësore dhe më efikase për komunitetin lokal. Po ashtu, drejtuesi i ri i policisë bashkiake pritet të përzgjidhet nga Ministria e Brendshme. Ministri Albana Koçiu thekson se përmes këtij vizioni të ri, synohet ndërtimi një policie bashkiake më profesionale, më të besueshme dhe më pranë qytetarëve.